nata e Kadrit është më e mirë, se shpesh herë ne kur gabojmë që këtu gabojmë. Rekomentojmë. Po, dhe me thënë, nata e Kadrit në sa 1.000 muj. Jo sa 1.000 muj. Jo. Më e mirë se 1.000 muj. Më e mirë se 1.000 muj. 1.000 muj vjen 83 vjetë. 83 vjetë diçka, po. Ama diçka është interesant. Se dhe këtu, se ne gjatë komentimit Kuranit, gjithmonë duhet bazohemi edhe pak në gjuhën arabe. Ashtë interesant se në gjuhën arabe nuk ka numër më të madh se 1 mishi. 1 mishi e maksimumi. Maksimumi është 1 mishi. Arabët e mëhershëm, kur kanë numrue maksimumin, limiti i numrëve tyra ako 1.000. Pastaj me 1 mishin, kur kanë thonë për shembull 100.000, kanë thonë 100 mishe. Kur kanë thonë për 1 milionshë, kanë thonë 1.000 mishe. Do me thonë, për këtë Allah s.w.t. ndoshta kjo net i ka vlerën më shumë se, po të thamë 1 milion muj, po s'ka mujtë Allah zë që ka thonë, khajrun min elfi shahr. Është më e mirë se 1 muj. Një namaz në këtë natë është e barabartë sikur që të me krije 1 muaj adhurime. 1 muaj ibadet. Do me thonë kështu të qertësoj pa. Nëse natën e Kadrit i fali 2 rekat namaz, kjo i vjen sikur më shumë se 83 vjetë i kun falë ka 2 rekat namaz për çdo ditë. Po, mirë po kjo mos dale një keq kuptim, jemi pak ma decid dhe ma të prem, kjo është për nafile. Po të për nafile. Për nafile, do me thonë nuk kuptot, se ka është, elhamdulillah, jemi bo shumë të menqëm, edhe jemi bo dim bëjmë matematika, të shqitë ka se unë e fali natën e 4, i fali një 40 ere qate, 40 ere 1.000, 40 ta, 500 për 5, do me thonë i ba me një natë, thotë unë i krita këtë obligimet, po. Farzi nuk zavendësohet në asë. Qashtë. Do me thonë, farzi asë njëherë nuk zavendësohet kur njëherë. Qëllimin që ka doshta me thonë është për shpërblimin e madh të Allah. Do me thonë, ditën e gjykimit kur dalim, nëse i kina falë për shembull, po shkojmë minimum, veç 2 rekate natën e Kadrit. Po. Edhe zinjet mbi 83 vjetë, ajo do të dalën ditën e gjykimit se sikur i e falti mbi 83 vite. Kujtove një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allah është përblevë, dhe me thonë këtu ku shfaqet mëshira Allah, pësa është kjo nata e Kadrit, pëse janë 10 që i fundit. Është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se dim që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk fol nga hamendja. Gjitha fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë shpallë. Illa wahyu yuha, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk fol nga hamendja, gjitha janë shpallë. Ne e dim dhe kemi dëgjuar dhe besojmë se umetet e mëhershëm kanë jetuar më shumë. Do me thonë, ymri i tyre ka qenë shumë më i gatë sa ymri jonë. 900.000 vite. Qa ashtu. E ne, umeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, umeti i fundit, si pjesëtar të fesë vetë me të pranuar të Allahu subhanahu wa taala, e cila është Islami, ne sikur që punojmë pak në krahasim me tjerët. Do me thonë, nëse i krahason ti, do me thonë, sa Ramazan agjëron ti, dhe sa kanë agjëru ato, edhe pse Ramazani ka qenë atë to, do me thonë, do të dole rezultati shumë, do me thonë, disavantazh për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do me thonë, me një matematik do të ankohemi se pse që ka çpak, ato tjertë kanë pas mundësi dhe shansa më shumë me punu dhe me fitu xhenetin e Allahut. Që kanë jetu më shumë. Qashtë. Mirë po është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e shpjegon këta. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kishte qenë një njeri i cili kishte dalë me morë një gast, një usta. Kishte morë do punëtor. E kishte morë një punëtor prej sabahut, prej namazit sabahut, deri namazin e drekës me punua, për 1 kirat. Do të një sasi të hollash, po zemi, po i thojna 100 euro. Do të prej sabat, deri në drekë, edhe pse s'ka, po supozojna, inshallah bëhat, ja Rabbel Alamin. Prej sabahut, e deri në drekë, ja kishtë donë më ditjen, hakin e punëtorit 100 euro. Edhe e kishtë shlua. Kishtë e dalë në drekë, kishtë e mor një punëtor tjetër. E prej namazit drekës, deri për i kini, kishtë punua, edhe këtia kishtë donë 100 euro. E mas namazit i kindijës, kishtë e dalë, kishtë e mor njonin, edhe kishtë punua i tërë para akshamit. Atë këtia kishtë dhonë 200 euro. Kur ledhen, i thanë, po pse ki më pak punoj, se koha me e shkurt, ashtë prej namazit i kënis tërë për akshamit. Krasim me këto, do me thonë i ven gjysës. Ta shumë pak punoj, a më shumë fitoj. Shumë fitoj. E Allah s'pan të rëthat dhali ke fatlullah ju tili me njësha. Kjo është një mirë Allah ja kujton.
E dikush anë që ki fundit. Umeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne, inshallah. Ne inshallah. Allahu akbar. Ne kemi me punu shumë pak, ama do të shpërblemi shumë. Allahu na ka desh shumë si umet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për me na kompenzu neve vitet e atyre të cilët kanë bu më shumë adhurim, ta bujrum një hedije prej muaj natën e 4. Një natë më me vlerë se 83 vjetë. Më me vlerë. Do shta edhe 1000 vjetë, do shta edhe 2000 vjetë. Sigur, do me thonë, nëse shkojnë në matematikën tonë, minimumi është 1000. Do me thonë, ma por se 1000 nuk del, do me thonë, minimumi 83 vjetë. Po lusë Allah në zëvëgjel që të nashtonë më shumë. E këtu shfaqet mëshira Allahut dhe rahmeti Allahut. Faktikisht nëse i kam merak të matematika ose më banë Allah. Faktikisht nëse njëtën e muslimonit i ka falë, i ka mërin 10 natat kadrit, i vjen se kur 830 vetë me jetu. Po. Me i badet. Po. A shoncët ne kinë se këshim ka zë. Ma shumë se 830.